Teksa sezoni veror ka hyrë në pikun e tij, jo vetëm Bregdeti, por edhe fshatrat me vlera historike, kulturore dhe kulinare po tërheqin gjithnjë më shumë vizitor. Një prej tyre është Fishta e Lezhës, e cila është kthyer në një nga destinacionet më të frekuentuara të zonës. Vetëm 15 kilometra larg qytetit të Lezhës, ky fshat mirëpret çdo ditë vizitor nga gjithë Shqipëria, por edhe turistë të huaj, të cilës zgjedhin ta vizitojnë për qetësinë, natyrën, historinë dhe traditën që ofron. Është hera e parë që vi në Shqipëri dhe mund të them se është një vend i mrekullueshëm. Lexuam në internet për Fishtën dhe vendosëm të ndalonim këtu. Kemi 2 ditë që qëndrojmë dhe po kalojmë shumë mirë. Njerëzit janë jashtëzakonisht mikpritës, natyra është e bukur dhe mbi të gjitha ushqimi është shumë i shijshëm. Are we from New Zealand? Jam nga Zelanda e Re. Pas një udhëtimi në Bullgari dëgjova për Shqipërinë dhe vendosa ta vizitoj. Kërkova në internet për një vend me natyrë, jetë në fermë dhe ushqim tradicional. Kështu zbulova Fishtën dhe erdha këtu. Më pëlqen shumë dhe po kaloj një eksperiencë të mrekullueshme. Jam pritur shumë mirë këtu në Fishtë. Banorët janë njerëz të jashtëzakonshëm dhe shumë mikpritës. Më pëlqen jeta në fermë dhe po ndihmoj në mjeljen e lopëve dhe të dhive, si dhe po kujdesem për kafshët së bashku me banorët e zonës. Është një përvojë shumë e veçantë për mua. Ushqimi këtu është i mrekullueshëm dhe ka një shije të veçantë. Kam 3 ditë që qëndroj në Fishtë dhe jam shumë i kënaqur. Kisha dëgjuar më parë për këtë vend dhe vendosa të vij për ta vizituar. Nuk jam zgënjur, përkundrazi, po kaloj një eksperiencë shumë të bukur. Rritja e numrit të turistëve ka sjellë zhvillim edhe për ekonominë lokale. Vendasit kanë investuar vit pas viti në hapjen e bujtinave dhe strukturave akomoduese, të cilat sot presin vizitor gjatë gjithë vitit. Në vjet kemi pasur 3 dhoma dhe këtë vit kemi 2 fishin, kemi bërë 6 dhoma dhe kjo është një shenjë që tregon që turizmi është në rritje në Fishtë. Turistët më të shumti këtë vit kanë qenë nga Gjermania, që janë kryesojnë, më pas janë nga Anglia, Australia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe shumë shtete të tjera. Një nga arsyet kryesore është mikpritja që Fishta ofron, restorantet e mira, njëri prej tyre agroturizmi Mrizi Zanave, i cili ka qenë arsyeja pse janë hapur të gjithë bujtinat më pas. Natyra, punët e fshatit, shumica e tyre duan edhe të futen tek punët e fshatit, të punojnë tek stallat, tek ferma, të shikojnë si bëhet djathi, apo edhe mëngjesi, shumë prej tyre marrin pjesë tek përgatitja e mëngjesit, tek ushqimet, por edhe të shijojnë kohën në natyrë, të relaksohen, duke qenë se ne kemi dhe shumë turistë nga Shqipëria, duan dhe të relaksohen dhe të qëndrojnë në natyrë, në zhurmën e zogjve, të natyrës dhe ajrit të pastër. Në vitet e fundit Fishta është ndruar në një model të zhvillimit të turizmit rural, duke kombinuar trashëgiminë kulturore me agroturizmin dhe kulinarinë. Fluksi i lartë i vizitorëve tregon se interesi për destinacionet autentike po rritet nga viti në vit.